Ju them me bindje të plotë që Prishtina do të jetë kryeqytet e qytet me fat që do ta ketë Hajrullahun kryetar. Me sukses plot dhe besojmë shumë edhe shpresojmë shumë që me përkrahjen tuaj, mendimin tuaj, mendimin e gjithë neve, pas datës 9 nëntor, Hajrullah Qeku do të jetë kryetar i jashtëm i Komunës Prishtinës. I pari e ka emrin Hajrullah Qeku, e ka numrin 105, ai tjetri e ka numrin 100+, këtë pse më mësuat numër hiç? Se më mësuat numër? Me votën e hajrit, me votën për hajrën, vetë vendosje 105 e djel 9 nëntor, faleminderit e urime. Jemi gati sepse jemi në rrugën tonë të drejtë, e rruga jonë e drejtë me 9 nëntor e ndalë një rrugtim të keq të 4 viteve të fundit dhe hap një kapitull të ri për Prishtinën tonë, për qytetin e për fshatin që do të trajtohet me dinjitet dhe me barazi. Rrugë e rrugica dhe ujë. Pra po flasim për nevoja bazike në shekullin 21, për këtë arsye, rrugë, rrugica, ndriçim trotuare dhe ujë të pijes për bardhoshin, për bërnisën e epërme, për bërnisën e poshtme dhe për gjithë zonën këtu, do tjetë prioriteti i vitit të parë të mandatit parë qeverisë sonë. Ata prap janë bashkë, prap po bëhen bashkë, po bëjnë koalicione e dini për çka, për interesat të tyre, për pushtet, e neve na duhet bashkimi, koalicioni për qytetin, qytetarin, për Prishtinën e zhvilluar. Ju falenderoj shumë që jeni këtu. Si qytet